Murseli, në vitet e fundit kemi vrejtë rritje të prodhimit të drogës në hapësira të mbyllura. Pse ndodh kjo? Nëse kthehemi pak në pjesën mbrapa pas periudhës së pandemisë, natyrisht ndoshta ka qenë më atraktive, është zhvilluar ideja se si mund të prodhohet droga nëse nuk je në lëvizje, dhe ideja ka qenë ndoshta me fillu me prodhu në ambiente të mbyllura. Pastaj është vendet e cilat kanë qenë më pak të kontrolluara në aspektin e sigurisë, në këtë rast ka qenë pjesa zona veriore, Mitrovica veriore e Kosovës, ku aty kemi gjetë më shumë se 10 plantacione të mbrëmshme indër, po edhe në pjesë tjera të territorit të Kosovës, Prishtinë, Suharek, disa vende, e Ferizaj, kemi gjetë plantacione të mbrëmshme. Ideja ka qenë që ndoshta natyrisht është rrit kërkesa edhe në Evropë, por edhe në Turqi për droga. Pastaj një aspekt tjetër është edhe çmimi dhe lloji i saj. Droga e cila prodhohet në indor është e kualitetit shumë të lartë dhe çmimi natyrisht është shumë i lartë dhe natyrisht se gjithmonë grupet kriminale tendencë e kanë përfitimin e paras. Edhe kanë arritë që nëse kultivojnë drogë dhe shesin të kultivuar brenda indor, çmimi është më i lartë, përfitimi është më i madh, kuptohet. Ne kemi hasë disa këtu, kur po e përmend faktin që është rrit kërkesa në Turqi, a po flet që Kosova po dërgon drogë në Turqi apo? Jo vetëm nuk po flas që Kosova dërgon, por ka individ që kemi arrestu edhe në vitin që shkoi, e që janë turq, që cilët për grupet kriminale është kryesisht. Në vitin e kaluar kemi arrestuar persona turq me shtetësi turke në fakt, nacionaliteti turk që jetojnë në Kosovë dhe që kanë qëndrime të përkohshme, që zhvillojnë normalisht edhe biznes dhe për shumë arsye janë në Kosovë, por të cilët janë të involvuar në organizim të transportit të drogës. Droga ka qenë kryesisht e ardhur nga si vend i origjinës Shqipëria, por ka qarkulluar përmes Kosovës drejt Turqisë si rrugë. Po ka edhe kosovarë të cilët janë të involvuar dhe nga vende të tjera të rajonit.